Sigurisht që përreth Iliritës gjërat nuk janë më mirë. Në Kosovë fatkeqësisht kemi një situatë politike e cila nuk mund të vazhdojë kështu, një situatë e dëmshme për interesat tona, zgjedhjet e her pas hershme nuk nxjerrin gjë në dritë, raportet e forcës tani më populli i ka vendosur, 2% më shumë, 2% më pak, dihet se kush janë raportet e forcës, por gjë më e rëndë që po ndodh sot në Kosovë përtej problemeve politike të brendshme, të cilat deri diku janë duke u zgjidhur demokratikisht deri më sot, është fakti që kemi ende në paraburgim në një gjykatë jashtëzakonisht jo legjitime, në një gjykatë që faktet i ka marrë nga Serbia, kemi komandantët e UÇK-s që janë Hag. Dhe askush, në vend që debatit ishte, a mundemi që të vendosim kushtëzim për çdo veprim të huaj në bazë të komandantëve, ky duhet ishte debati, se ndoshta nuk është çështje që duhet debatuar, është çështje që përpara se ne të flisim interesi i Kosovës. Një moment, interesi i Kosovës është gjithsesi mbi interesin e individëve. Pra, me gjithë padrejtësinë, nëse i prishë interesi i Kosovës nuk duhej vënd kushtëzimi, po duhet ishte ky debati. Çfarë duhet bëjmë, si duhet sillemi që kjo situatë mos vazhdojë. Në Kosovë debati është për midis njërës ish presidente dhe njëri kryeministri që mendon se është bërë babai i Kosovës. Është një situatë absurde, është një gur i madh që ne shqiptarët marrim dhe i biem kokës, po mbillen, nuk është që po mbillen në fakt, po ujiten ndasit thella në Kosovë midis qytetit të fshatit, midis kombëtares dhe ishtetistës. Pra ka shumë procese të ushqyera nga interesa jo shqiptare, të cilat po manifestohen në Kosovë dhe kjo është jashtëzakonisht fort e dëmshme. Unë uroj që në zgjedhjet e ardhshme të kemi më në fund një stabilizim të çështjeve, të duket qartë cilat janë raportet e forcës dhe të ndërtohet një qeveri e përbashkët në Kosovë derisa të jepet fund çështjes së statusit, derisa të zgjidhen gjitha çështjet me Serbinë. Kosova duhet qeveriset me qeveri të përbashkëta, duhet ndaj pushtet, duhet që interesi kombëtar, interesi i shqiptarëve, se interesi i Kosovës nuk është thjesht për Kosovën. UÇK-ja nuk ka luftuar që të çlirohet Kosova. Ne kemi të qartë në këtë. UÇK-ja ka luftuar të bashkohen trojës shqiptare. Për këtë janë betuar ata ushtarët. Pra kushdo që e tradhton këtë betim është duke tradhtuar UÇK-n, është duke tradhtuar kauzën e UÇK-s. Ndarja e Kosovës duhet të ketë një qeveri stabil, një qeveri që të lidh marrëdhëniet jashtëzakonisht shumë të ngushta politike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe të mos ta lërë veten në pozitë dytësore. Duhet një qeveri e cila ta kuptoj se shqiptarët duhet qeverisin bashkë, sidomos në këtë moment, sepse çdo fitore e ashtu quajtur politike, e cila vjen në dëm të interesave shqiptare, nuk ka për të çuar larg. Përkundrazi, është duke i çuar drejt një gremine që mund t'i cilësoj edhe si përçues të anti-shqiptarisë nëse e çojnë deri në fund. Unë uroj fort shumë që jo, dhe kam besim tek meçuria e popullit Kosovës, sepse edhe në vetvendosje, edhe tek prahu i luftës ka njerëz të cilët e duan shqiptarinë. Dhe jam i bindur që në fund një lloj arsye do të triumfojë, ose të paktën i them vetes që ndoshta një lloj arsye duhet të triumfojë. Grit, të lutem për ta mbyllur mbjetni mendimin tuaj edhe për raportet me Greqinë, sepse në javët e fundit ne kemi pas disa zhvillime, edhe ambasadorja amerikane në Athinë ka bërë vizita të shpeshta në Tiranë, kishim një marrëveshje të firmosur, jo Greqia nyje për gazin amerikan, do kalojmë më pas nga Shqipëria, të hënën vjen ministri i mbrojtjes grek Dendias në Tiranë, sipas mediave greke rihapet një çështja për kufirin detar, ai vjen për të ushtruar presion që dhe pala shqiptare ta formalizoj kërkesën për ta çuar në Hag, çështjet e vjetra që mbeten pezull, sigurisht në këto kohë edhe kemi parë mjaft aktivitete edhe për ta ashtu quajturin Borjo e Pirë, pra pretendime territoriale, të tjera. Pra si e shikoni gjithë këtë? Paria e Tiranës sillet si vasale e Greqisë. Dhe jo vetëm kjo qeveri, që ka lidhje të thella, se